Kemi ardhur tani të nderuar teleshikues te finalja e këtij turneu europian që për herë të parë zhvillohet në vendin tonë. Fituesi i finales shkon në botëror. Rafael Pratniki i Polonisë në plan të parë. Round i parë gati. Gjyqtari jep shenjë dhe fillon ky dy luftim i fundit i këtij turneu. Gjet anketa me Rafael Pratniki. Ka përfunduar raundi i parë i këtij dy luftimi. Një raund i parë i cili është dominuar nga sportisti ynë Gjet anketa. Mjaft i mirë i tij drejt botrorit të Tajlandës. Shikoni provokimet e Pratnikit. Ai provokon publikun. Është shumë gjak ftohtë. Fillon raundi i dytë. Bravo! Një goditje, shikojmë. Një goditje e palejuar. Ishte e padashur. Rifillon dy luftimi. I shikoni goditjet e rrezikshme të Pratnikit. Janë të gjitha goditje finale. Mos! Ishte i goditje mjeshtërore e Pratnikit. Goditje ballore në fytyrë shumë e rrezikshme. Duhet gjaktoci. Këshillohet Pratniki për veprimet palejueshme në ring. Përfundon raundi i dytë.
Ky nuk është një dy luftim thjesht ndërmjet Gjetanit dhe Pratniçkit. Ky është dy luftimi ndërmjet mësuesit Viktor dhe nxënësit Ismail Keta. Pratniçki tregon respekt për Gjetanin. Deri tani Alvi nuk ka dy luftim, janë të tërhequr të dy, pavarësisht se përpiqen, por larg njëri tjetrit. Normalisht arbitri duhet të ndërhyjë që ata të vazhdojnë dy luftimin. Por me sa duket, Pratniçki e respekton shumë Gjetanin. Ai do të luftojë në distancë pasi ka gjymtyrët më të gjata. Ishte një rëshqitje Pratniçkit. Thjesht një rëshqitje. Pratniçki thjesht u mbet energji me këto goditje. Gjetani ka reflekse të forta. Gjetani po ruan qetësinë. Të gjithë kundërshtarët e Pratniçkit Është fitues, përfundon gjithçka. me pikë normalisht Gjetani duhet jetë fitues. Përfundon gjithçka. Pratniçki shkon te Ismail Keta. Atëherë të shpresojmë që fitoria do të jetë e Gjetan Ketës. Profesionist tregohet Pratniçki, nderon shikuesit, nderon Gjetan Ketën, një sportist tamam profesionist. Atëherë të presim fituesin e këtij takimi. Gjetan Keta është fitues. Edhe njërë tjetër Polaku tregon gentilesën e tij. Ta janë dy fituesit. Ta janë dy finalistët që zëruan emocione në një dy luftim të pastër, mjeshtror, dhe në fund fitoi Gjetan Keta.